Përsëri bashkë në studio të nderuar shikues, do të ndalemi tek zhvillimet ndërkombëtare tani, siç e bëra të ditur, zhvillime kryesore dhe që kanë marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Me mua në studio është ish ambasadori ynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Roland Bimo. Zoti Bimo, mirë se vjen në emision. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Do doja ta nisja më njëherë këtë bisedë tonën me një takim që konsiderohet ndër më të rëndësishmit, siç ishte ai mes Trump dhe Zelenskit, mori vëmendjen e gjithë botës me transmetimet dhe analizën që u bë këtij takimi. Do doja një koment nga ana juaj, pasi kanë ngjallur reagime të shumta. Çfarë perceptuat nga ky takim? Problemi, ai takim ka lënë vërtet gjurmë, si thatë edhe juve, dhe shumica e opinionit publik, por këtu do të bëj një sqarim i vogël se shumica e opinionit publik në atë që quhet perëndim, sepse ne për këtë informohemi më shumë dhe këtë ndjekim më shumë, ndërkohë që opinioni publik në perëndim është vetëm 1/8 e gjithë opinionit publik botror dhe në atë që quhet Global South, në vendet e tjera përveç perëndimit, komentet janë nga më të ndryshmet nga këto që bëjmë ne, por ne do kufizohemi në këtë zonë. Ishte natyrisht reagimi parë është që mikpritësi sillet shumë keq me mikun, domethënë mori tradhën e një bulizimi të atij që ishte më i dobët. Por po të analizosh më thellë se çfarë domethënie kishte, dhe po të nisemi nga shumë deklarata dhe intervista që janë bërë nga funksionarë të tjerë mbas takimit, siç është sekretari i Thesarit Bessent, siç është Marco Rubio, siç është një general në pension, rezulton që e gjithë takimi në Shpinë e Bardhë në Zyrën Ovale ka qenë i inskenuar për qëllime të ndryshme. Domethënë, zoti Zelenski i ishte kërkuar me ngulm para takimit që të mos ngrinte çështjen e garancive të sigurisë pra të prezencës ushtarake amerikane në Ukrainë, pra të shërbente marrëveshja për mineralet si baza e diskutimit se çfarë angazhimi sigurie do merrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ukrainë. Dhe në një farë mënyrë zoti Zelenski doli përtej këtij skenari për cilin i kishin insistuar ata që kishin rregulluar dhe takimin, sepse duhet thënë që sekretari i Thesarit Bessent ka qenë në Ukrainë 2 javë përpara për të firmosur marrëveshjen dhe Zelenski në një moment i ka thënë që unë nuk e shes vendin tim dhe kjo marrëveshje nuk firmoset nëse ju nuk merrni garanci ushtarake. Dhe sekretari i Thesarit ka thënë se do bëjmë më tutje, ka thënë ta firmos në Munich, në Munich nuk u firmos dhe ai ka insistuar që shkonte. Dhe Lindsey Graham, që është një nga përkrasit më të mëdhenj në Senatin Amerikan të Zelenskit, me sa tha më mbrapa në intervistë tani patëm kërkuar me insistim që të mos kalonte në kërkesa të tjera. Pra, Zelenski duket sikur ka dashur të kapërcej zotin Trump dhe zëvendës presidentin, duke komunikuar direkt me opinionin amerikan për ta detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përkrahnin një çështje sipas tij të drejtë. Po ndërkohë mjeshtri i televizionit në atë dhomë, megjithëse ky ishte një aktor goxha i suksesshëm i komedisë, po mjeshtri i televizionit në atë rast ishte zoti Trump, i cili ka një eksperiencë 14 vjeçare të një reality show, e cila duhet thënë, gjithë reality show bazohet në tensionin, në konfliktin. Por unë duhet qëndroj pak tek firmosja e marrëveshjes, ajo që merrte vëmendjen kryesore dhe kur thash që pati reagime për këtë takim, mënyra se si u komentua Zelenski, trajtimi i tij, minutat e atij takimi. Duhet flas pak për hezitimet e Zelenskit, se për çfarë nuk bija i dakord për firmosjen e marrëveshjes, për të qenë më koncis thuaj për ta kuptuar për publik. Është fare e thjeshtë. Zelenski kërkon prezencë amerikane, mbrojtje amerikane për Ukrainën. Gjë që nga ana e Rusisë është hedhur totalisht poshtë dhe në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjnë në Ukrainë dhe do të japin garanci mbrojtje, do të thotë luftë e tretë botërore, do të thotë Armagedon bërthamor. Dhe për këtë gjë, zoti Trump e ka mesazhin shumë të qartë dhe nëse bllofojnë rusët apo e kanë seriozisht që të shpërthejnë disa bomba bërthamore nuk do ishte rezultati më i mirë për të provuar se a bllofojnë apo jo rusët. Është njësoj si ai basti të cilin ti nuk ke kohë ta kthesh mbrapsht. Kështu që zoti Trump ka zgjedhur që të bashkëpunojë me rusët sesa të konfrontohet me ta. Dhe në fund të ditës, e gjitha sa diskutojmë, do duhet të jepim përgjigje 2 pyetjeve themelore. Karakteri i luftës, a ishte luftë midis, a ishte proxy war, pra luftë ndërmjetme midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, çka
flet, deklaratat e Boris Johnson, deklaratat e Lloyd Austin, ish ministri i mbrojtjes së Amerikës, deklaratat e Marco Rubio më mbrapa, jo më shumë se sa dje par dje, të cilët e kanë konsideruar si një luftë të ndërmjetëve midis dy fuqive bërthamore, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Nga ana tjetër kemi establishmentin evropian, i cili thotë jo, është luftë për mbrojtjen e demokracisë, është luftë për të kundërvënë një superfuqie e cila është imperialiste, agresore, kërkon të shtri influencën e saj deri në kanalin e La Manche në mosmëtutje. Pra siç i tha Zelenski president Trump në zyrën ovale që ju do ta ndjeni, po sa keni oqeanin, po tash do ta ndjeni dhe ju. Pra ka një perceptim që ky rrezik që vjen nga Moska nuk është thjesht për Ukrainën, pra nuk kemi të bëjmë me një luftë të ndërmjetme midis dy fuqive bërthamore, po kemi të bëjmë me një fuqi imperialiste, siç është Rusia, e cila do të kapërcej gjithë Europën dhe ndoshta do dalë deri në Amerikë. Në varësi se çfarë përgjigje i japim këtyre dy pyetjeve, shikojmë pastaj si zhvillohen ngjarjet. Nëse japim përgjigje pyetjes parë që po, është një luftë ndërmjetme, atëherë paqen do ta bëjnë amerikanët dhe rusët duke biseduar me një tjetrin, dhe europianët dhe ukrainësit në momentin e parë, sikurse edhe ndodhi në Riyadh, nuk kanë vënd në tavolinë, por me kalimin e kohës, kur të fillojnë të shfaqen detajet se si do të zbatohet kjo marrëveshje paqe, padyshim europianët dhe ukrainësit kanë vendin e tyre. E kuptoj. Ne do të ndalim edhe pak më gjatë, më imësisht e këto pjesë, por një perceptim tjetër, zoti Bimo, që nga marrja e detyrës, apo rimarrja e detyrës në shtëpinë e bardhë të Trump, duket se ka disa lëkundja, apo le të themi tronditje për shkak të vendimeve të tij. Në perceptimin tuaj, a ka edhe një, le të themi, nga ana të gjithë atyre që e kanë votuar, se u votua masivisht Donald Trump, a ka një rimendim nga ana e tyre që përse u votua Donald Trump? Sepse nëse shikon masivisht në rrjet, ka edhe një formë reflektimi, sigurisht jo, ndoshta jo në mas, por që për shkak të vendimeve të tij. E vërteta është që ajo që quhet approval rate, pra shkalla e mbështetjes së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës është më e lartë se sa që ishte në momentin e zgjedhjes. Kështu që jemi në momentin kur zoti Trump me mjeshtrinë e vet televizive vazhdon të ketë vëmendjen e bazës së vet, që e quajmë MAGA, le të themi, votuesit e tij. Ka që masive, duhet. Masive, dhe ai vazhdon dhe ta zotërojë, dhe kjo është pikërisht forca e tij. Pra nëse ai vërtet që republikanët zotërojnë edhe dhomën e ulët edhe senatin në Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por në fakt nuk është dhe aq Partia Republikane që e zotëron, se sa është vetë zoti Trump me bazën e vet. Pra forca e tij qëndron tek votuesit e tij, të cilët ai ka dhe i komandon që të votojnë si për X-in si për Y-in. Pra frika apo drojtja apo bindja apo të themi servilizmi i gjithë antarëve të Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës buron nga fakti që zoti Trump kontrollon zgjedhjen apo mos zgjedhjen e tyre. Pra në këtë drejtim, me gjithë gjërat të themi jo konvencionale që zoti Trump ka bërë gjatë tyre sa u bën 35 ditë në zyrë, vazhdon baza e vet elektorale të jetë po në të njëjtat pozita në mos më e fortë. Kë bën atë që të jetë shumë i sigurt në atë që po bën. Dhe po të kemi ndjekur, jam i sigurt si shumë që i ndjekin me vëmendje zhvillimet, tregjet janë përgjigjer në mënyrë negative për sa po bën zoti Trump me tarifat. Do i bëj këtë ditë, do i bëj atë ditë. Dhe megjithatë ai tha në shtëpinë e bardhë që kjo është një çështje e përkohshme. Dhe baza, sepse ka një moment që shumë analistëve kanë përshtypjen unë, ose ju shpëton, ose nuk ju intereson që ta vënë në duke, që i gjithë establishmenti i kaluar, dhe në fakt edhe establishmenti perëndimor, dhe në fakt e gjithë burokracia e zhvilluar në botën perëndimore, mbas luftës së dytë botërore, i ka vënë vetes një pikpyetje të madhe. Dhe suksesi i Trumpit nuk është dhe aq tek ai, se sa tek dështimi i këtyre që kanë qenë pushtet deri më sot, për t'u garantuar zgjedhësve të tyre një të ardhmen më të sigurt. Dhe po të shikojmë, Europa është një krizë pavarësisht të themi sipërfaqes që qëndron. Është po ai shteti janë po ato shtetet fuqishëm që i garantojnë atë shteteve të tyre një mirëqenie sociale etj. Po në themel, po të shikojmë çfarë ndodhi me zgjedhjen në Parlamentin Evropian, po të shikojmë çfarë ndodhi me zgjedhjet në Austri, pak rëndësi ka se shteti i vogël. Po përforcohet e njëjta pamje në Gjermani me mënyrën se si sillet elektorati. Ju prekët disa çështje dhe tangent, sepse sigurisht në këtë bisedë, zoti Bimo, në këtë intervistë duam të japim përgjigje disa pyetjeve kryesore, por unë dua të ndalem edhe pak tek ajo se çfarë shpalosi takimi më i fundit apo edhe deklaratat më të fundit të Donald Trumpit, jo më larg se dita e djeshme, për sa i takon kërcënimit edhe të Rusisë, se do t'i vendoste sanksione në shkallë të gjerë derisa të arrihet ajo që ne folëm, marrëveshja përfundimtare. Në të vërtet, me gjithë pikpamjet që u shprehni për Trump, çfarë do të arrijë? Zoti Trump është jo eksakt, si të themi, një ndjekës i teorisë realiste të marrëdhënieve ndërkombëtare,
Po në shumicën e sjelljeve të tjera vërehet që ka një tendencë që të ecin në zbatim të kësaj teorie. Në qoftë se ka vetëm 30 sekonda kohë, ku konsiston teoria realiste dhe teoria liberale? Teoria realiste konsiston atë që nuk ka rëndësi se çfarë sistemi politik ka një shtet, sjellja e tyre në arenën ndërkombëtare varet nga ekuilibri i fuqive dhe nuk varet nga modeli i shtetit. Teoria liberale thotë që diktaturat janë të tilla e të tilla. Zoti Trump mendon që nuk ka diktaturë apo shtet demokratik, por ka shtete të fuqishme apo të pafuqishme, të cilat luajnë rolin e tyre në arenën ndërkombëtare. Dhe në këtë këndvështrim frymëzohen apo nisen marrëdhëniet e tija me Rusinë. Ai për më tepër përfaqëson atë shtres të shoqërisë amerikane, e cila sillet në mënyrë krejt realiste. Domethënë, nëse ishte koha për të humbur luftën në Vietnam dhe për të ikur nga Vietnami, mblodhen plaçkat edhe ikën nga Vietnami, ikën nga Afganistani, ikën nga Iraku, dhe sot zoti Trump pranon që kjo luftë në Ukrainë është fituar nga rusët. Megjithëse nuk shprehet në këto terma direkte, por ama indirekt le të kuptojë që kaq e kishte kjo punë, le të shikojmë për më tutje se çfarë do bëjmë. Ajo problemi i jashtëzakonshëm me cilin përballet Trump dhe gjithë shoqëria, të themi, bota e zhvilluar sot është si do akomodoj pushtimin, aneksimin e territoreve të Ukrainës nga një shtet tjetër. Dhe i bie që ajo që ka propozuar i dërguar i tij Kellogg's për luftën, të jetë shumë afër asaj ka mundësi të ravizohet në të ardhmen. Pra, vërtet që rusët nuk e pranojnë që të ketë një armë pushim, po duan një marrëveshje të plot paqe me konfigurimin e strukturave të sigurisë europiane për të ardhmen, por ama nuk është të thënë që të bëhet e gjitha çfarë duan rusët. Në një moment do duhet edhe të çedojnë diku dhe ky çedi mund të jetë që të themi të mos pranohet legalisht, zyrtarisht në bazë drejtësisë ndërkombëtare aneksimi i zonave që kanë pushtuar rusët, por të lihet për të zgjidhur një të ardhmen më të afërt. Dhe ajo që besoj unë do duhet të marri goxha projekcion apo theksim në nënvizim për të ardhmen është modeli dy Koreve. Pra, vërtet ishte shumë i dhimbshme ndarja e Koreve në 53-shin, në 1953-shin, por ama kur shikojmë sot se sa ka avancuar Korea e Jugut në raport me Korenë e Veriut, është pasqyra shumë e qartë. Dhe kjo do të ndodhi edhe me Ukrainën në rast se njerëzit do kenë, besoj unë që mund të jetë 100% gabim, po unë besoj që nëse do kenë kurajin që thonë, okay, erdhëm deri këtu, sot le të shikojmë për më tutje. Dhe ajo 80% e Ukrainës që do jetë perëndimore, do jetë ku e ku sa herë më e zhvilluar sa kjo që do mbetet në lindje, le të themi në harkun kohor të 10-15-20 vite të ardhme, dhe do jetë pasqyra më e mirë për t'ia kundërvënë agresionit. E qartë. Unë duhet të fokusohem pak tani tek Europa, që ka shpalosur dhe planin të quajtur riarmatosja e Europës dhe që parashikon një vlerë deri në 800 miliard euro. Çfarë është ky hap dhe pse tani ky hap, zoti Bimo? Europa, mua më vjen shumë keq që dhe po më vjen të themi nga thellësia, nga brendësia e qenies time që t'jem jashtëzakonisht kritik, sepse duke qenë që ka qenë ëndra jon e gjithë brezit tim, po dhe brezave më të rinj në Shqipëri, është vendi ku ne ankorojmë sperancën e shpresave dhe të dëshirave tona, po për momentin është një Europë me këta lidere që ka aktualisht, është një Europë që nuk premton absolutisht asnjë. Nëse do marrim 2-3 shembuj shumë të thjeshtë, Rusia ka 144 milion banor, ka 2 trilion ekonomi dhe ka 1.5 milion ushtar. Europa plus Anglinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Ukrainën ka 557 milion banor, ka 24 trilion ekonomi dhe ka 2.2 milion ushtar. Si ka mundësi që gjithë këtë forcë nuk i del dot ballë kësaj tjetrës kur në llogari është automatikisht shumë e kuptueshme që do të ishte jashtëzakonisht shumë e fuqishme për ta shtyrë shumë më tutje. Ka një llogari që europianët, kam përshtypjen dhe amerikanët nuk kanë shumë qejf ta bëjnë. Është predispozicioni për të pranuar humbje. Pra, nëse 1 milion që llogaritën sipas agjensive perëndimore të analizave, 1 milion rus të vrarë, unë kam përshtypjen që me 50.000 amerikanë të vrarë në Vietnam, edhe sot e kësaj dite, sa u bën 50 vjet mos i ka mbaruar lufta, janë një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Europa, që pretendon të mbrojë idealet e veta, nuk ka minimumin e predispozicionit për të pranuar humbje, për të pranuar vdekje, për të pranuar. Dhe sa herë që themi Rusia është e prapambetur, është autarkike, asnjëherë nuk bëhet hesapi se sa të predispozuar janë ata njerëz për të pranuar humbje, për të mbrojtur vendin e tyre. Pra, lufta nuk është një kategori vetëm armësh edhe numrash, është edhe një kategori morale politike, të cilën europianët janë jashtëzakonisht larg për ta përballuar dhe ka një arsye shumë të thjeshtë për këtë punë. Nuk është se po ju shkel njëri në shtëpi.
Sepse po të ishte që italianëve po ju ka hyrë dikush në shtëpi, po të gjermanëve, francezëve do kishte një mobilizim krejt tjetër, por duke parë luftën si një gjë që ndodh diku në stepat e Rusisë, është shumë larg këtyre dhe nuk ka se si të ketë atë karikim, nuk e di çfarë fjalë tjetër mund të ketë, mobilizim shpirtëror apo moral për të përballuar një sakrificë të tillë, sepse në fund të ditës e gjithë këndvështrimi evropian për rusët është goxha kontradiktor. Nga një anë themi që rusët do shkojnë deri në La Manche, nga ana tjetër themi që rusët do kolapsojnë të nesërmen. Do mbarojnë, nuk kanë më interesi, norma interesit ka shku 25%, inflacionit 15%, këto probleme këtu, këto probleme atje. Në fakt, cila prej këtyre është? Në qoftë se ti qëndron konstant një këndvështrimi dhe i bindë europianët që shiko se nesër i kenë Milano, apo pas nesër i kenë në Paris, rusët. Atëre mobilizimi për të pranuar norma humbje shumë të mëdha nga ato që janë prezbuar. Për të mos thënë pastaj, se përmendet qose dhe një minutë? Po, patjetër. 800 miliardë dollarë që ka premtuar Ursula von der Leyen. Po. Përmenden 800 miliardë dollarë në formë krejt të jo bindëse se nga do dalin parat. Sa është shifër? Do më thënë, do marrin një pjesë nga buxheti, do ta përdorin në mënyrë krijuese buxhetin, pastaj do marrin 1.6 miliardë borxh, pastaj do bëjnë këtë, pastaj do bëjnë atë. Për çfarë? Ku do shkojnë parat? Ku do shpenzohen? Si do përdoren? E gjitha këto gjëra. Për të mos thënë që politikisht të dy fuqitë evropiane më kryesore sot, anglezët, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, janë shumë dakord që të ndërhyhet me trupa në Ukrainë. Por në esencë të dy shprehin mendime krejt të ndryshme të cilat nuk ka se si njerëzve të mos u bien sy që nuk janë në unison. Anglezët, Starmer, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, thot, ne nuk e bëjmë dot pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Macroni thot, të ndërhyjmë, të shkojmë këtu në vend ushtar, por një forcë autonome europiane. Meloni nga ana tjetër nuk duron dot që diku të rri pa dhënë një propozim të vetin dhe ajo dhe thotë që jo pa mbështetjen amerikane dhe pa pritmas të shikon në këtë Europë që do bëj 800 miliardë dollar apo euro bashkë për të përballuar një krizë e cila është e tyre, pa pritmas ke 3-4 boshte që për të mos thënë pastaj boshtin tjetër Orban, Fico e me radhë. Për të zgjeruar. Por duhet të qëndroj pak tek këto lidhje, por duke u kthyer përsëri tek Donald Trump, vendimet ju fola pak më parë që ka patur vendime të forta, të komentuara, me reagime shumë, por sa po hyri në Shtëpinë e Bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara, një ndër vendimet që mori ishte ndërprerja e fondeve për vendet e tjera, derisa të përfundojë një proces verifikimi se sa të dobishme janë ato për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë duhet di për jush, zoti Bimo, në këndvështrimin tuaj, çfarë përfitimesh dhe çfarë humbjesh mund të sjellë kjo për Shtetet e Bashkuara, për Amerikën? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një borxh të frikshëm, të jashtëm, kanë një deficit të tyre të brendshëm të frikshëm. Kështu që kushdo që ti ishte në zyrën ovale sot, do bënte ç'është e mundur që ti neutralizonte këto dy probleme. Zoti Trump kalon në ekstremin tjetër dhe po të shikoj mënyrën se si ai po qeveris Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është për mendimin tim është presidenti më autoritar dhe më diktator, le të themi, në mënyrën si qeveris, sepse po mundohet që të qeverisi përmes urdhrave ekzekutiv, kur ndërkohë demokracia amerikane kërkon që ti të punosh me Kongresin, me dhomën e përfaqësuesve, me grupet e interesit, e kështu me radhë. Kështu që është ankonvencional, është jo i zakonshëm në këtë drejtim. Por, për sa kohë, prandaj dhe nuk e përmenda që është në kryet herës, për sa kohë, ky njeri i reality show do të jetë në gjendje të gjenerojë tension, konflikt, baza e vetë elektorale do të përkrahej dhe kjo bazuar në të bazë elektorale, ai do t'i arrijë të gjitha qëllimet që ka. Ndërkohë, politika e tij e tarifave, sado që duket një, të themi, nonsens profesional, shumica e ekonomistëve të botës tonë që do të rrisi inflacionin, ka shumë të tjerë që besojnë shumë në ekspertët që ai ka mbledhur rreth vetes, siç është sekretari i Thesarit, Scott Bessent e me radhë, të cilët besojnë që shtetet e tjera deri më sot, përfshirë Kanada dhe Meksik, sidomos Bashkimi Evropian, Kina, kanë përfituar shumë nga mënyra si bëjnë tregtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, nëse një prodhues makinash eksporton Shtetet e Bashkuara të Amerikës pothuajse pa tarifë apo le të themi tarifë 2%, çdo automjet që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës paguan 12 deri në 14% në Europë. Pra, zoti Trump
pavarësisht që mundohet të çojnë në ekstrem argumentat për hir të interesave të veta, qoftë të tjera personale apo të grupit që përfaqëson, ka një bazë reale se ku mbështetet. Domethënë, vërtet, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shfrytzuar në mënyrë të padrejtë nga vendet e tjera për, siç është dhe mbrojtja e Europës. Domethënë, siç thash pak më përpara, të gjitha shifrat tregojnë që një Europë me 24 trilion nuk janë shumë larg amerikanëve me 27 apo 28 trilion si ekonomi. Pra, ndërkohë që ti ke burimet e tua, po ti do t'i harxhosh me 4-5 javë pushimet paguara në vit e tjera dhe kur një Amerikan shikon se sa mirë jetojnë europianët, thotë po mirë pse duhet të vuajmë neve të paguajmë 75-80% kontributeve në NATO, kur këta europianët jetojnë kaq mirë. Për të mos thënë tjetrën që të gjithë europianët që duan të mposhtet Rusia kanë bler gaz gjatë gjithë periudhës pas luftës së dytë botërore me çmim të lirë nga Rusia, dhe sot e kësaj dite që flasim, në ajo akuza apo të themi prononcimi i zotit Trump që këta njerëz paguajnë më shumë për naftën që i blejnë Rusisë, edhe sot e kësaj dite se sa paguajnë për kontribute në NATO, ka një bazë të vërtetë, pavarësisht se nga e blejnë këto europianët gazin apo naftën, e blejnë nga indianët apo nga turqit. Në fund të ditës blejnë naftë dhe gaz rus. Patjetër. Tek dy argumentet të fundit duat ndalem, zoti Bimo, por duat ta zgjeroj pak bisedën fillimisht edhe tek pjesa e NATO-s. E shohim pak edhe në këtë këndvështrim. Shtetet e Bashkuara janë shtylla kryesore e NATO-s. Në rast të një tërheqje nga Shtetet e Bashkuara, a mund të mbijetojë NATO? Absolutisht jo. Nuk ka sesi, sepse është vetë krijesë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nëse na kujtohet, megjithëse është përmendur shumë në këto kohë, po ja vlen për hir të argumentit, sekretari i parë i përgjithshëm i NATO-s, Lord Ishmay, ka thënë ne NATO na duhet për të mbajtur rusët jashtë, amerikanët brenda dhe gjermanët poshtë. Pra, ky konfigurim vazhdon të jetë shumë më rrezik për Europën, ndërkohë që rusët nuk janë më, se rusët janë në Urale tashmë, janë goxha larg. Dhe për ata që bëjnë hesape me të themi me lapsën dorë, fuqia ruse për të ardhur në Europë është e papërfillshme, pavarësisht dëshirave që mund të ketë zoti Putin për të pushtuar, për të arritur ambicjet e veta imperialiste, vetë gjendja ekonomike dhe ushtarake e Rusisë nuk e lejon gjë të tillë. Pra, le të marrim atë vektorin e parë të NATO-s të thuajse të neutralizuar. Vektori i dytë janë të mbajmë Amerikanët brenda. Në qoftë se Amerikanët mendojnë që shpenzimet e tyre për të mbajtur ushtritë në Europë i kalojnë fitimet e tyre, atëherë shumë mirë mund të ikin dhe mezi presin që italianët apo gjermanët të thonë hikni. Komentit të cilit unë i besoj, nuk është jemi, komentit të cilit unë i besoj më shumë është që europianët, përfshi gjermanë dhe italianë, të cilët kanë forca baza ushtarake amerikane në territorin e tyre, do të ishin shumë të dëshëruar që ata të qëndronin pikërisht sepse Europa është ende e papjekur politikisht që t'i bëj ballë tendencave që ka shfaqur gjatë gjithë historisë vetë për t'u grindur me vetveten. Pra, efekti kryesor i trupave amerikane në Europë nuk është as për të kundërvënë rusëve dhe as për të kundërvënë amerikanëve, por është për të neutralizuar tendencat nacionaliste që janë brenda Europës, sikurse edhe u shfaqën në mbledhjen e Londrës, ku njëri thotë këtë, tjetri thotë këtë dhe tjetri thotë një gjë tjetër. E kuptoj. Shkurt ju lutem, sepse kjo është një temë që mund të zgjateshim më shumë, por gjithsesi Donald Trump ka bërë hapa konkrete edhe për të negociuar me Iranin për një marrëveshje bërthamore. Kjo është një temë tmerrsisht delikate, sepse kemi hyrë në lindjen e mesme ku ekuilibrat e fuqisë janë absolutisht të paparashikueshëm. Fakti që Donald Trump tenton të negociojë me Hamasin nuk e bën të pamundur një tentativë vetë për të negociuar me iranianët, çka deri para të themi një muaj apo një muaj e gjysmë ishte e paimagjinueshme për çfarë përfaqëson Irani. Dhe nuk është çudi që në ndarjen ka një spekullim të tillë, po unë besoj që është në kufit e teorive konspirative, që bota e ardhshme do jetë bota e të treve, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusi, Kinë, secili përgjegjës për një zonë caktuar të botës, dhe fuqitë e tjera rajonale, themi si Turqia, Brazili, Irani, do jenë përgjegjës për zonën e tyre të influencës apo të gjeografike ku janë, përfshi dhe Arabinë Saudite. Në qoftë se vërtet do ta marrim si të mirëqënë ekzistencën e një koncepti të tillë, atëherë vërtet amerikanëve ju intereson që të bëjnë një paqe me Iranin. Por do të jetë shumë e vështirë, lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjendja në Izrael, raportet midis Izraelit dhe Palestinës, do jetë tmerrsisht e vështirë, por besoj që kjo do jetë tendenca. Kjo unë besoj fort që zoti Trump është president i paqes, nuk është president i luftës. Okej, në kuadër të kësaj tani, ju keni qenë ambasadori në Shtetet e Bashkuara. Zgjedhja e Donald Trump në
shtëpinë e bardhë nëse presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Çfarë të mirash mund të ketë Shqipëria nga Donald Trump? Nuk besoj se kemi në një gjë të lidhur direkt, sepse situata në cilën ndodhet Shqipëria, kombi shqiptar, situata në Ballkan, nuk kërkojnë më atë ndërhyrje, atë vëzhgim apo monitorim. Pra periferike do thoni? Po, është periferike, por kjo nuk do të thotë që nuk do të duhet të jemi, që thuash, nuk do të duhet që të kapërcejmë thënien e Bismarckut 1878 që Shqipëria është një shprehje gjeografike. Në qoftë se ne do vazhdojmë të jemi të tillë pasiv, që të presim se çfarë do na thonë tjerët, çfarë do bëjnë tjerët për ne, do mbetemi njësoj si 1878 dhe 150-200 vjet më mbrapa. Në një farë mënyrë ne duhet jemi në gjendje të kemi një identitet tonin politik, pavarësisht që jemi shumë afër Europës, por duhet kemi guximin të themi Europës që kjo nuk na përshtatet. Kjo nuk na përshtatet për Kosovën, dialogun Serbi-Kosovë, kjo nuk përshtatet. Domethënë ka shumë momente që ne duhet kemi identitet dhe në fakt, edhe europianëve do i pëlqente shumë më tepër që ne të kishim identitet sesa të jemi vasal të verbër e themi po, si të thoni juve. Faleminderit shumë, zoti Bimo, ishte kënaqësi për këtë bisedë. Faleminderit juve për mundësinë. Përfundon këtu biseda me ish ambasadorin tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Roland Bimo. Mbritëm dhe në fund të emisionit kjo javë për këtë çtun, nderuar shikues. Ritransmetimi është sot në mbrëmje pas orës 23, nesër në mëngjes. Gjithashtu, mund të na vizitoni dhe të drejtoheni rrjeteve tona sociale, ku jemi në Instagram, në Facebook, gjithashtu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty gjeni dhe emisionin kjo javë në balkanue.com për çdo informacion të minutës së fundit. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim të shtunë në ardhshme.